të kisha lutë zoti Dresha ju ka mirë me elaboru situatën e marketave që janë të bu, mos i mbroj ata, se nafta nuk është shtrejt dhe nafta është mrena soda, mrena kornizës që qytetarët mund me përballu. A mundet të ketë aktivizim të Ministrisë së Tregtisë sa i përket çmimit tavan, të cilën e kishte vendosur më herët? Dëgjoj, çmimi tavan jo, po mosh fitimi tash është me udhëzim administrativ, është nëse lëshohet vendimi ai udhëzim administrativ zbatohet në sektorin e naftës, ju lutem, atëherë Kosova ka shansa të jetë pa naftë se importues nuk e kanë atë vullnet të importojnë derivatet naftës me 2 cent. Ju lutem, treg i hapur, i lirë dhe Kosova nuk jetë pa derivatet naftës edhe me të një krizë. Jo vendimit lëshohet në këtë situatë, krejt bota qohet në kam edhe mundohen me mbulu këtë sektor, sa ma letë t'ja bëj furnizimet, sa ma letë këtë bollëk derivatet naftës në tërë globin, e ne qomi qesën vendimi është këtë vendim, këtë situatë është shumë i gabushëm. Por zoti Dreshaj nuk përmeni diçka që gjithherë të gjitha produktet bazë ushqimore janë rritë në emën naftës, nafta shtrejt. Po nafta shtrejt sot një herë 24 cent nuk është, kur shporta e qytetarit me shtrejt nuk ka qenë, edhe se thirrën në emën naftës, nafta hyp, s'po kem qarë pa hyp produktet. Të kisha lutë zoti Dresha ju ka mirë me elaboru situatën e marketave që janë të bu, mos i mbroj ata, edhe ja vlen flas për këtë situatë, se nafta nuk është shtrejt dhe nafta është mrena soda, mrena kornizës që qytetarët mund me përballu. Zotri Dreshaj, një pyetje drejtuar nga zoti Berjani, sa i përket çmimeve nëpër marketet. Mendoj që ishte shumë kritik sa i përket Unë nuk i kritikova as naftetarët, po as nuk i kritikoj as nuk përmbroj as një biznes, por unë vetëm po kërkoj nga institucionet që ta bëjnë punën e vet, gjitha institucionet të cilat janë thirrur dhe janë kredibile për të ushtruar detyrën dhe funksionin e tyre sipas ligjit në Republikën e Kosovës. Ne kemi kërkuar vazhdimisht nga bizneset, pa më parasysh ato bizneset tregtare dhe për bizneset prodhuese, që të mundohen sado pak ta menaxhojnë një situatë me tregun e tyre në Republikën e Kosovës, sepse unë e potencova edhe më herët, sepse jemi në një situatë jashtëzakonisht të ndihshëm, jemi në një situatë jashtëzakonisht të rëndë të bëjë biznes në Republikën e Kosovës dhe kompanitë tona po përballen me sfida, me probleme të njëpasnjeshme dhe kapaciteti i kompanive tona nuk është ai i cili mund ta menaxhoj edhe importin sa i përket në territorin e Republikës së Kosovës. Po cilat janë këto probleme me të cilat po ballafaqojnë bizneset e që ndikojnë që faktikisht të kemi këto rritje të çmimeve dhe që automatikisht ndikon edhe në mirëqenien e qytetarëve? Po janë një vargë probleme të cilat biznese po përballen. Nuk kemi nuk kemi politika fiskale të cilat kanë bërë ndryshime. Do të thotë prej vitit 2016 ne ende nuk kemi plotësim ndryshim të politika fiskale që do ta mbështet dhe do ta promovon sa më shumë në sektorin e prodhimit, ndërsa nuk kemi edhe ligj të cilën i mbështet bizneset të Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht Qeveria e Republikës së Kosovës ka punuar jashtëzakonisht pak sa i përket mbështetjes dhe subvencionin e prodhimeve vendore që ta ngritë sa më shumë nivelin e prodhimit